Kur përmendet emri Martin Çetinës, menjëherë të shkon mendja tek fisnikëria dhe vlerat që përcjell burri i lekajve të Dukagjinit. Burri që trashëgoi cilësitë më të mira të Malsorit. Njeriu që bëri gjithçka për familjen dhe rrethin e tij të gjerë, për komunitetin e madh Dukagjinas të dalë nga lufta, me probleme të mëdha ekonomike dhe me varfëri të madhe. I lindur në një familje të nderuar më 2 korrik të vitit 1937, të pisit Sojnik dhe pisnik të Daliajve. I biri i det ndodh dhe i kad lushes, së lush Nikës. Kada nga dera e pisme Çun Nik, burri të madh të 7 sharjanët. Grua e pisnike e njohur në Dukagjin, e pisnike e trime, si Nora e Kelmendit. Familja jonë ma quajt me emrin Delimov. Ai ishte martuar në Lota e Shajt. U limën 6 djemt e 2 vajza. Djemt ishin Sokol Delia, i pari, Nur Delia, Nik Delia, Mani Delia, Shon Delia dhe Pjetrush Delia i vogël. Ta jetonin në një familje. Familja ishte e madhe rreth 50 pjesëtar familje. Vllau i vogël ishte zgjidh nga vetë vëllezërit zot shtëpie, Pjetrush Delia. Kurse gruaja e nipit ishte nëna ime, Kadlushja, zë shtëpie. Kishte një harmoni të madhe në atë familje. Kjo është domethënë një shembull i shkëlqyer jo vetëm lekë, por edhe në shallë për harmoni e për unitet njëri me tjetrin. Me kalimin e kohës, baba Dednou, nana Kadlushja, filluan në atë tokë që u mbeti këtyne të ndërtojnë edhe shtëpi një katë në vitin 47. Ndërto kati i parë, shtëpisë ku është tash lekaj, dhe në 15-ën kati i dytë. Me kalimin e kohës, vëllezërit ishin Marku, vllau i madh, Noti i dyti dhe unë i vogli, vazhduan shërbimin ushtarak. Dile Marko ka kërë dytë edhe herë me shkatin e punës edhe herë me Italinë. Kurse Noti e kërë në Përmet. Ashtë kanë partizan në Përmet. Kur erdhi në shtëpi në ushtria, mas do kohë u baj smur dhe me kalimin e kohës, me ajo ligësi që partit të burgu, në hetësi, në 58-ën vdik. La djalin Nikolën edhe gruan Mërikën. Unë jetova me vllaun me Marko, 2 anë. Fillim i shkova ushtarë. Atër kur i shava në 59-ën, dhe 62-shin në aviacionin e urës vëjgurore në ushtrinë. Kur ktheva nga ushtria, kalova përsëri në arsim. E qysh i vogël, te ky burr i madh, spikatën cilësitë më të mira të Malsorit. Nderi, përkushtimi për miq dhe të afërm që e lartësuan të burr, duke e radhitur në elitën e burrave të shalës. 53 vjet kanë kanë një familje. Edhe dëgjoj. Edhe sot që jena mas keq vitesh këtë, do të thënë 76 vjet më parë, kam limun edhe kena dalë më dhejni do da me 3 fëmijë, a kupton ti, e shtëpia madhe po kenë si ajo. A kupton ti? Edhe di si sot na jena prap bashku bashkë. Jena gjak, jo vetëm me Martin, total kushtet. Të gjithë kushtet njëri me tjetrin, preka, prela. Pranë Marashi, e të tonë një që i kena rrethin familjar se ka pushime. Një Konstantina Dyrëm ka marrë telefon gjatë një. Me Lazarin kam folë. Cilësitë e tij të veçanta, përkushtimi ndaj punës dhe shkollimit, dashuria dhe respekti ndaj njerëzve,
e bën që të ishte një ndër figurat më të dashura dhe më të nderuara të zonës së Dukagjinit. Familja e tij e madhe, me vëllezër Markun e Ndocin, e motrat pisnike Dranden, Mrin, Sosen e Linën. Shkollimi është dashuria e tij e madhe, duke mbaruar fillore në vitin 1951 me rezultate të larta. Nga dera e madhe e fisit të Deliajve, shkolla që pjesë e jetës së tyre. Mësues, mjek dhe profesionet të ndryshme, emrat e doktor Zev Delis, Pjetër dhe Gjok Delis, i bëjnë nder Shalës dhe gjithë Shqipërisë e epërme. Duke qenë i apasionuar pas dijes të shkollimit, ai u bë nismëtar që në fisin e tij të shkollohen përveç fëmijëve të tij edhe nipat dhe mbesat. Njëherë kam dalë në herët mësues në vitin 54, më marrë një kurs në Shkodër, e në 55-ën kam qenë mësues me shkurtë rushetën në Abat, në shkollën e Abatit. Vitin 56 në Krasht dhe 3 vjetë kam nej në gjurajt Planit. Ma vonë kalova në ushtëri 3 vjetë dhe mas ushtërijet përsëri mësues në Lekaj. Në shtator të 63-shit më kanë shuar në shkollën normale të Elbasanit e kam marrë pedagogjikë. Prej aty përsëri më pronë në Lekaj. Njëkohësisht, në ato vite, në 54, në 64, u martova me Lulën, në Mavrik Lulën, edhe në 66-ën gjinit një e parë djallë Lazari. Duhet të theksoj se në kohën e atëhershme, jo vetëm mësues, po edhe me detyrë sekretar partie, taktur, një vjetë kam ne edhe kryetar kooperative, se ishe para kooperative që u krijuar në shkollë kombëtare mas kongresit të parterit. Në vonë, rreth vitit 68, deri në 71-shin, drejtor shkollën të vjeçaren e Abatit. Fillimet e tij janë aksionet e mëdha kombëtare në rindërtimin e vendit, në postëri dhe në vende të tjera. Gruaja e tij fisnike, Lul Dedja, e shtoi këtë derë me 3 djem, Lazri, Plumbi, Petriti, që po rritin nipa e mbesa model në jetën e tyre. Unë jam Lul Dedja, bashkëshortja e Martin Qetinës. Kena 56 vjetë, si jena të bashkë. Kena kaluar jetë mira, të bukura. Kem jetuar edhe mirë dhe e kena kaluar bukur. Jam nëna e 3 djemve bashkë me Martinin. I kena djali ma thosht Lozri, Plumi, Petriti, ai ka kënë bashkëshortë të rregullt të mirë, ka një mund fëmi, ka një mund jetes, ka një mund të në. Përshëndetje dashur miq, këtu nga Kalaja e Shkodrës, kam marrë për me fol për babën tem. Jam shumë i favorizuar se jam djali Martin Qetin, fëmijët e mi janë shumë favorizuar se kanë gjysh Martin Qetinin për me fol pak se ditë e natë smarojnë fjalë për babën, për njerën më të shtrejt jetës teme, cili gjithë jetën e kena pas mësues, shok, e ne ka edukue me kënë të jetën nërshëm, pastër, me një muë njerës sa ma shumë, ku do t'jena, unë jetoj në Francë, e jam mundu gjithë jetën me një këshillat e ti, me një muë gjithë kanë, po kur farë kthimit në kuptimin vetëm me një muë me pastërtin më të madhe. Kujdesi dhe dashuria për motrat dhe vëllezërit, që e treguesin më i madh i dashurisë njerëzore. Nuk mungonte kurrë në gëzimet e tyre, edhe pse larg, motrat Drane e Linë e Qeresh e ndjen vazhdimisht dorën e ngrohtë të vëllait. Këtë votë
ne e qumë sparit për motrën, se kjo ba edhe faktori për bashkim. Dhe pas tjetë gjatë, e mirë me shnet. E gëzime në familje. Tjetër, kur fole fjallën për Linën, kurse si Lina nuk metet Linë, po kanë bashk me Pjetër Nuën për linjen, për edukimin e gjithë shka banë familjen tuaj. Prandaj, on fatli Lina, jem fatli, unë e Lina. I gjurmojmë të në pitë famjet të kësa. E një që në kohën kur u martue me motrën time dhe kam një njohje të thellë familjare. Na jem të vegjëlit, unë si djalë e ti si vajë. Dhe marrëdhëniet tona kanë qenë shumë të mira tani jetën. Kur unë ardhë kesh ka marrë shumë herë në Qeresh, bile shumë herë kisha akuza se vite ti përpara, atër ma vonë të eshtu, po e korrigjova unë me qëllim si të vinë gjithë kush se shkoke shtetramje, e Pjetër Bata atër ma vonë të këti kurse ti kurriher në të kam e të hatër pse unë shkova atje. Në zonë në zote, në të kesh që ke bo mirë, i sholat në më duke. Veni atje. Varit një duhet kjo. Pa, që edhem? Kjo do krishti, mirë që të njarë, kjo natë në një morë gjithëve, shoka të gzime në familje toja, e si një këtë e janë. Do krishti ke natë. Do t'i gjithë të njëpat. Pa që më motër, e pa që me jetë të gjithë. Vazhdim të urimeve, uroj familjarisht Nikol Qetinocin. Me Velipoj, urime e gzime. Uroj gjithashtu djemt dhe vajzat e Pjetër Markut, kudo që janë. Si rezultat i punës dhe shkollimit, a ju emërua mësues në Abat Shal në vitet 60-61 dhe në Gjuraj Pull. Si mësues i ri dhe me mjaft përkushtim, përcolli tek nxënësit dijet dhe virtytet më të larta të malësorit, dashurinë për dija dhe punë, historinë e lavdishme të trebës së tij dhe mbarkombit të vet. Familjarisht bashkë me gruën e djemt dhe së bashku edhe me nitin, me nënë e tij, Nikolën e Mri, nga Abati që mra në Bregdun. Aty isha me detyrë shtetënore në lokalitet skeletar. Për aty kur u shkri lokaliteti, me dërguan kryetari i pushtetit bashkuar në Shosh, thonë nga viti 72 deri në 79. Gjatë kësaj kohe, nipin e leshën Bregduni ku isha unë me banim, e ka qenë disa kohë, atër bashkët me nanë më kanë shkuar ky ushtarë nana e tij në pjesë. Në fund, kur Rachën Velipoj i transferuam pra gjithnjë nga organet, edhe mbylla pensionin me arsimin. Arsimin e mesëm e bëri në Normalen e Elbasanit, që për kohën ishte një universitet. Kjo shkollë quhej Universiteti i parë shqiptar, me mësues dhe drejtues të kësaj shkolle, si Luiq Gurakuqi, Aleksandr Gjuvani, Simon Shukeriqi, Haki Peçi, që janë personalitetet më të shquara të arsimit kombëtar. Tashmë, formimi i tij mori të tjera për masa, duke ngritur në një shkallë të lartë kulturën shkencore. Komunikimi dhe dashamirësia janë arma e fortë e burrit të kompletuar dhe mirë shkolluar, Martin Qetina. Zoti kishte dhënë këtij burri të madh një cilësi të veçantë, armën e artë të komunikimit.
Është nësi të takohesh me pasardhësit e bijat e njerëzve tonë të mirë, edhe inshallah këtë trashëgimi e kena përdushim. Unë me Martin Qetinën kena punu në sektor të ndryshëm të ekonomisë, nga vite me radhë. Ai në zonë e Dugaxhinit, ma vënë Velikoj, unë në Rrahina e në grupën e Shkodrës. Po njohja ka kanë hershme. Martini ka pas një modër në hatë, që ne kam respektua si njeri i gjakët tem, edhe kena pas një komunikume para viteve 90. Mas viteve 90, që më shumë edhe sistemi i ekonomisë e venit, e me Martinin u takuam, biseduam, pim kafe, shkëndym bisedat, edhe menuam për të kontribua për njerëzit nevojë. Shokën Martin Qetina jena një Dugatinin e mirë. Ato e kena kanë njerëz më mirë, unë Anis Fajia, Peter Pepa, e Nguga, koleg njek, njeri i Margurushim, njeri i Shëshnis, njeri i Dashëm, njeri i Selshëm, njeri i Korek, që asë herë në ka rrë Shëshnin me ne. Ne të kur shumë herë në Shkodër, rrujt pëtime nga më të mirët për Dugatinin, për Martinin, me shumë shokë tjerë, që garim të vite, shumë të mirë në duhet. Kjo shoqni dhe kjo është e bukur e kësaj shoqnisur, se ne kemi të përdiqme. Çdo ditë që ai Baçevoni që u i klubet dhe ne i kemi lidhjet, pim kafen, takona, vetëm si shkon që ka në gjë, edhe ndana se cilin punë në vetë. Unë jam më i lidhur me disa probleme të shtëpisë, kurse ky është një tip tjetër, është një tip i veçantë, një humanitari i pashoq. Ne jemi rritur, kemi lindur në fshatin Lekaj të Dugaxhinit dhe jemi rritur bashkë. Qenë fëmini, derisa kemi mushur 16-17 vjeç. Këtu jemi shkutur i qik, sepse Martini dhe unë kemi shkuar për në shkollë për me dalë mësues. Kështu që ne me i qik më larg, po me shpirtë e me zemër gjithë kemi qenë bashkë. Martini gjithmonë ka punuar edhe për të forcuar e për të mbajtur të shnoshe të mirë familjen e tij. Në vazhdim të karrierës së tij në vitet 70, emërohet drejtori i shkollës Abat. Investimi në fushën e arsimit dhe të mirë edukimit dhe vlerësimi maksimal për punën e tij bën që në vitin 1972 të emërohet sekretari i pushtetit lokal në Dugaxhin dhe në vitet 73-79 kryetari i Këshillit të Bashkuar Shosh Toplan. Të punosh në detyra të tilla drejtuese, me një problematik të madhe dhe të fitosh zemrën dhe dashurinë e njerëzve, vetëm një burr zotni si Martin Qetina mund ta bënte. Duke qarë hallet dhe problemet e popullit, dhe duke i ndihmuar ata me gjithë kapacitetet e tij, e ngritën shumë lart figurën e tij. Tashmë duke marrë edhe për masa kombëtare. Tashmë, gjyshi nderuar i shumë libërve dhe ndesave të shkolluar, që jetojnë dhe punojnë në të katër anët e botës. Pran Henrit, një vit model në shkollë dhe jetë, e duke treguar historitë e shumta të jetës së tij. Hajde me ndërton e daj, e mirë se të kemë gjithë. Po Filip në Krishti, ke natë e shënxonit Shalës, një moshë, edhe ju. Jam martuar parë ty. A martuar ky para herë që kam dalë në Dugaxhin, 64. Me tatën, me babën teme, me punatën ti me dilën, e me këtë. Na unë këtë tata kena shku bërit kush kambin e para herë. E kena farë drejt të familja Zekniks, edhe mëri dedje nga ka pritë për sjellë, që si harroj kurra drejt, që edhe lodhishëm, edhe fizikrisht, kishim lodhë, po edhe nga parkologjia kishim nevojë të harrë. Ne ka bëj pritë që se harroj kur më të mirë, atëherë edhe me nese, për shku me marruset, ajo ishte dasmëresh edhe më unë qëllën si mund qëllën si dasmuar në këtë nokën të në partë të dasmuar, në Gjiloshin,
kryedashmëruar, me i push bile patmore Maria në bënë dhe me që ka bënë dakon, edhe kena shku, kena marë lull dedin e batë, e na kanë pritë e përgjën për zdo të në ati mjaftë mirë, u mësova gjëna treja, se s'kishe kënë dashtë të duka gjini. Se duka gjinë vërdet dashtë nëse bënë e që i marë të në birë, po bëjnë kushën, ja kena harë kapët e sali qërimi, do e këmë të zekë gjeloshi, drekin e kena harë për një deda atje, një deda më dhej, mike shokë kena pasë punë. Mos shumë të Ardhke Martini të këtë daja në qëresh edhe atër pa tjetër që thyrshën edhe babën edhe sa herë bashkushin nër veti atë bo ke fest të manë mëndë edhe ma mirë se unë si kryske kanga ma e krahu kanga me syfteli, lahuta sidomos ato momentet tash po mërshetët edhe trupi kur i kujtoj ato momentet kur baba me dajen kënalin si duhet kangën ma e krahu e Martini që mundohë e me o majtë edhe i bolë për vërtet e një njeriu gjithmonë të gëzueshëm, një njeriu që gjithmonë ka dhëruar mirësi për tjerët. Edhe pas daljes në pension në vitin 2002, puna dhe veprimtaria e tij nuk pushoi. Në vazhdimsi, ishte pranë komunitetit dhe njerëzve, duke dhënë mendimet dhe eksperiencën e tij të gjithanshme në shërbim të rritjes së nivelit të edukimit dhe kulturës njerëzore. Duke parë tashmë aftësitë e jashtëzakonshme komunikuese, në vitin 2006, zgjidhet kryetari i shoqatës Shqipëri-Itali për Shkodrën. Tashmë emri i tij merr edhe për masën ndërkombëtare, duke marrë pjesë në takimet e forume dhe duke ndjekur hap pas hapi hallet dhe problematikat e komunitetit shqiptar në Itali dhe lidhjet me vendlindjen e tyre. Ishte një kërkesë e imja për të ngritur degën e shoqatës miqësisë Shqipëri-Itali në Shkodër dhe sebebi ishte që u bën ishte Zed Gjeta, zëvendës presidenti i shoqatës, dhe Martin Gecaj, borgjin nga Tropoje, po që ishte në Dorës. Këta njifni Martinin dhe prezantuar Martinin. Edhe sa po ata i thanë, erdhin e laq, me njëherë absolutisht nuk ishte në dvoglin dyshim, që në paraqitjen e pajet ishte i vlerësuar plotësisht nga unë, si njeri me një bagazh intelektuali, ka qenë gjithë mësues, ai kishte një edukat vërtet madhe, edhe me Martini i dorëzova gjithë dokumentacionet që i kërkoshim për bildejnë e shoqatës, rrethitimi historisë, shoqërore, gjitha ishte shumë i madh, dhe bashkëpunimi me të ka qenë shumë i frutshëm. Veç kryetari i degës për Shkodër, unë e bona drejtor për gjithë trevat e veriut të kësaj shoqate. Dhe ai kishte miqësinë, shoqërinë, kishte të gjitha anët. Ku si kishte? Ai ishte gjë mësues atje, i njifte gjithë, respektonin gjithë. E sinqerisht aktivitetet që ne kena zhvilluar me Martinin në Shkodër ka qenë shumë të mëdha. Edhe me nivel shumë të lartë. Është një kënaqësi e veçantë për mua të them disa gjëra për këtë burr të mirë, një burr me plot kuptimin e fjalës, një burr që të jep respekt që në takimin e parë. Daja Martin është trungu i zhakut tonë nga ana e dajeve të gjithë mund. Ka qenë dhe të bitet në kujtimet më të mira më të jetës tonë. Daja Martin. Me dash me fol për dajen tonë, duhen jo 2-3 fjalë, jo 1 minutë, ajo, po duhet një kohë shumë e gjatë. Se kemë që a flasim bëllë për të. Edhe gjithmonë kena gjithë në shtetin edhe nga dëshmëri më të mëdha për të një për gjitha hallet edhe problemet që kemë pasë. Është një ndër momentet më të vështira, më të bukura në jetën time të flas për një njeriu që unë e kam për zemër, e kam mbledhur, e kam gjithçka siç është Daja Martin. Ndoshta vetë fjala daj rrjedh nga një person ose është simboli i Martin Dedës. Që kur është shpik kjo fjalë, ndoshta edhe ai që i është referuar dikujt ka qenë modeli Martin Dedës. Dhe më ka trajtuar si një shok, pavarësisht se isha i vogël. Më ka trajtuar si nip, pavarësisht se kishte shumë nipa. Më ka trajtuar si një ndër njerëzit më të afërt të tij. Gjithmonë ka qenë dashuria
krejt fisit tonë, jo familjes tonë, po gjithë njerëzve të familjeve të afërmeve tonë. Masin ja ka vdek baba jo në vlajnë, tini ka kënë babë, vla e gjithë shka për një. Na kishim nostalgjik ma kur vinë të tini jo shpia jo në Dukaqin, dhe gjithë lagja kishte një nostalgjik ma dhe për ta që kishte respektin ma të mos, a i se ka lënë keq ma si njeri, dhe që fjallë të mira për gjithë njerëzit. A i ka punu si mësus, ka punu sekretar komiteti, ka punu kryetar i Këshillit Bashkuar në shumë detyra. Dhe a i gjithë ko që ka punu, a i ka krye në mënyrën më të mirë të duhur. A i sa herë që shkoshim për shembull në Shkodra, në Velikoja, mas jena nda kur s'jena si familje, se dy vëllezër më mirë sa ka dy s'kam shkuar se baba jona dhe tini. Sa herë që shkoshim në kaj, i kishim gëzimin më të madh. Fëmijët i rrinin me ne gjithë zbashku, si me kanë një familje e pa ndalme. Kështu që për ata, unë sa herë shkoj, ai më ka sjellë për vetë gjithë fëmijëve të tjerë, më kam pas një dashuri të madhe për ta, ai për mua, me gjithë familjen time. Nuk përsej se ka pas në 4 fiset tona, kënej e në qafës. Ata ne kanë thonë një për të qafë, në fakt, po kënej e në qafës një burë si Martin Deda. Një burë simbol. Simbol i bashkimit, simbol i mirënjohjes, simbol i dashnis. Një njeri i rrallë, vërtet një njeri i rrallë. Është një kala Martin Qetina. Është një kala sepse fjalët e tij, veprat e tij, punët e tij, jeta që ka bëj, drejtimi që ka bëj, mirësitë që ka bëj, qëndrojnë kala mbi kalat. Dhe Daja Martin nga ky konveshtrim është njeri kala. Dhe kala ngelet gjithmonë Martin Qetina. Që nga fëmijëria ai më edukoi dhe më mësoi gjithçka që dinte dhe ishte në gjendje. Ai është shembull i edukatës, mençurisë, ditorisë, zemërgjërësisë dhe shembull i gjithë familjes. Mendja dhe fisnikëria e tij na ndihmojnë për të ruajtur mirëqenien në familjen tonë dhe ne gjithmonë mbledhim grimcat e mençurisë së tij dhe i ruajmë me shumë kujdes në shpirtrat tonë. Të flasësh për gjyshin, asnjëherë fjalët nuk mjaftojnë. Ai ka qenë shembulli më i mirë i edukatës dhe i mençurisë. Ai gjithmonë ka qenë krenar për arritjet tona. Prandaj, çdo arritje unë ja kushtoj atij. Simboluar Koftili do Krishti gjithmonë. Paq, lumturi në familje, jetë gjatë, është në. Jetë me Zotën me shpirtin më të mira, e respektin më të madh e kam pas prej teje. Për Zotën, për sa të jem gjallë, ty të lëm goja. Çka do të bëhet për mirë për ty veç detyra realizuar. Zoti të rujtë një luftë. Zoti shusha ditë se kam njoftë deri në ditë të sotit më rëdoj, vetëm sa më kushtuar dashnia, respekti për ty.
Se pari duhet të falenderoj nipin tim, Sokol Qokaj, për realizimin e këtij dokumentarit. Të flasësh për babain tim duhet shumë, por unë do të shpreh në mënyrë të shkurtuar disa fjalë. Ai është njeri me vlera të larta. Ishte mësues dhe shoqërues jonë gjatë gjithë këtyre viteve. Babai jonë, Martin Cetina, ishte dhe është burim drite në rrugtimin e jetës time. Jetë me nder dhe me vlerë. Ky është përkufizimi për jetën e Martin Cetinës. Njeriu që pali shumë dashuri për njerëzit. Burri që bëri gjithçka për njerëzit dhe komunitetin ku jetoi. Njeriu që i bën nder vendit nga vjen dhe plotson vazhdimsinë e burrave fisnik me emrin dhe vlerat e veta.